Shqipëria vijon të renditet ndër vendet evropiane me nivel të lartë përfshirje në arsim, duke shënuar një nga përqindjet më të ulta të personave që nuk kanë ndjekur shkollë. Megjithatë, pas kësaj tabloje pozitive, sistemi arsimor në shkallë vendi po përballet me një realitet shqetësues. Numri i nxënësve po bie nga viti në vit, ndërsa fenomeni ndihet më fort në veri të vendit, veçanërisht në Kukës, Has dhe Tropoj. Sipas të dhënave më të fundit të Eurostat dhe Eurodic, vetëm rreth 3.2% e popullsisë mbi 15 vjeç në Shqipëri nuk ka ndjekur shkollë, një ndër përqindjet më të ulta në Europë. Ky tregues dëshmon se vendi vazhdon të ketë një përfshirje të gjerë në sistemin arsimor, por në të njëjtën kohë shkollat po përballen me një tkurrje të fortë të numrit të nxënësve. Në vetëm pak vite numri i tyre ka rënë me rreth 12% në shkallë vendi, si pasojë e emigracionit të familjeve të reja shqiptare, largimit të rinjve dhe rënjes së lindjeve në Shqipëri. Kjo rënje nuk është shpërndarë njësoj në të gjithë vendin. Ajo është shumë më e dukshme në qarqet dhe zonat që prej vitesh po humbasin popullsi, ku Kuksi, Hasi dhe Tropoja mbeten 3 nga zonat më të prekura sipas raportit të Eurostat dhe Eurodice. Në këto treva, shumë shkolla po përballen çdo vit me pak regjistrim, klasa me numër të ulët nxënësish dhe në disa raste me rrezikun e bashkimit apo mbylljes. Në zonat rurale të Hasit, fshatat e thellë të Tropojës dhe disa njësi të Kuksit, tkurrja demografike ka nisur të reflektohet drejt për drejt në bankat e shkollës. Paralelisht, rënja e lindjeve po e thellon edhe më shumë këtë boshatisje, duke e bërë të paqartë të ardhmen disa institucione arsimore, sidomos në zonat e thella malore.